Hafez Ali Podgorica lindi në vitin 1855 në Podgoricë, në një familje patriotësh shqiptarë. Sigurisht se ky ambient dhe kjo klim do të ndikonin shumë në formimin e tij, ani pse nuk pati fatin që t'jetonte gjatë me prindrit. E lan jetim që të dy, qysh në moshën 6 vjeçare. Baba i quhej Abdullah, ndërsa e ëma Pashe. Por për kujdesja për të nuk mungoj. Xhaxhallarët që jetonin në Shkodër e morën me vete. Edhe pse ishte jetim dhe kishte kaluar në një qytet të huaj për të, ai mori edukimin e mirëfillt. E kreu shkollën fillore dhe gjimnazin Osman. Ai këtu mësoi Kur'anin përmendsh, duke marrë titullin Hafiz. Më vonë shkoi në Istanbul për të vazhduar studimet, ku një me personalitete të njohura shqiptare. Ishte shok i Ismail Qemailit, Jani Vretos, Koto Hoxhit e shumë të tjerëve. Bashkë me ta, u pajis me ndjenjat dhe idetë kombëtare për lirinë e Shqipërisë dhe për hapjen e mësimit të gjuhës shqipe. Funksionet që ka ushtruar Hafizi ynë janë funksione fetare dhe politike, që gjitha janë funksione të larta dhe me përgjithësi. Hafizi ynë ka qenë kadi e mufti i Durrësit, ka qenë kryetar i pari bashkisë Durrës në vitet 1909-1912, ka marrë pjesë në ngritjen e flamurit, pra ka bërë punë të jetë të mëdha. Dhe nëse i trajtojmë këto funksione dhe detyra që ka kryer nga pesha dhe rëndësia që kanë pasur, edhe fetare, edhe kombëtare, themi se kanë qenë vërtet poste të rëndësishme.